Asteroidet, rreziku I madh që vjen nga hapësira. Qielli mbi ne duket I qetë. Çdo natë yjet shkëlqejnë në heshtje, sikur universi të jetë në ekuilibër të përhershëm. Por përtej kësaj qetësie, hapësira fsheh rreziqe reale. Rreziqe që nuk vijnë nga toka, por nga thellësia e universit. Një nga këto rreziqe janë asteroidët. Asteroidët janë trupa shkëmbor që udhtojnë nëpër sistemin diellor me shpejtësi marramense. Shumica e tyre ndodhen në brezin mes Marsit dhe Jupiterit, por disa devijojnë nga orbitat e tyre dhe afrohen rrezikshëm pranë tokës. Këto quhen objekte pranë tokës ose near Earth objects. Historia na ka treguar se impaktet nuk janë teori shkencore, ato kanë ndodhur më parë. Rreth 66 milion vite më parë, një asteroid gjigant me diametër rreth 10 kilometra goditi tokën në zonën që sot njihet si Gadishulli I Yucatanit. Ky impakt shkatërroi ekosistemin global dhe çoi në zhdukjen e dinozaurëve, si dhe rreth 75% të jetës në planet. Por nuk kemi nevojë të kthehemi kaq larg në kohë. Në vitin 1908, një asteroid relativisht I vogël shpërtheu mbi Siberi, në ngjarjen e njohur si Tunguska. Shpërthimi ishte aq I fuqishëm sa rrafshoi mbi 2000 km2 pyje. Pa lënë asnjë krater, por me një energji të barabartë me qindra bomba bërthamore. Në vitin 2013, një tjetër asteroid, vetëm rreth 20 metra I madh, shpërtheu mbi qytetin Chelyabinsk në Rusi. Më shumë se 1500 njerëz u plagosën, kryesisht nga xhamat që u thyen nga vala goditëse. Askush nuk e kishte para asteroidin të vinte. Kjo është ajo që e bën rrezikun edhe më të frikshëm. Shumë asteroide zbulohen shumë vonë. Sot shkencëtarët monitorojnë mbi 30.000 objekte pranë tokës, por besohet se ka 10 mijëra të tjerë ende të pazbuluar. Një asteroid me diametër vetëm 140 metra mund të shkatërrojë një qytet të tërë. Një asteroid mbi 1 kilometër mund të shkaktojë ndryshime klimatike globale, uri masive dhe kolaps të civilizimit modern. Pyetja nuk është nëse një asteroid do të godas tokën në të ardhmen. Pyetja është kur. Agjencitë hapësinore si NASA dhe ESA kanë krijuar programe të mbrojtjes planetare. Teleskop të fuqishëm skanojnë qiellin çdo natë, duke kërkuar objekte të dyshimta. Misione eksperimentale si ai që ndryshoi orbitën e një asteroidi për herë të parë në histori, tregojnë se njerëzimi ka filluar të marrë këtë kërcënim seriozisht. Por sfida është e madhe. Asteroidët lëvizin me shpejtësi 10 mijëra kilometra në orë. Një paralajmërim I vonuar prej vetëm disa muajsh mund të jetë I pamjaftueshëm për të ndërhyrë, dhe një devijim I vogël në hapësirë mund të nënkuptojë shkatrim total në tokë. Imagjinoni një asteroid që bie në oqean. Tsunami gjigant do të përfshinin kontinentet e tëra. Një asteroid mbi tokë do të shkaktonte zjarre masive, errësirë globale dhe rënje drastike të temperaturave. Ushqimi do të bëhej I pakt, rendi shoqëror do të tronditej. Ky nuk është një skenar filmi, është një rrezik real shkencor. Dhe megjithatë ka shpresë. Teknologjia po përparon. Bashkëpunimi ndërkombëtar po rritet. Për herë të parë në histori njerëzimi ka aftësi jo vetëm të parashikojë një katastrofë kozmike, por edhe të përpiqet ta ndalojë atë. Asteroidët na kujtojnë një të vërtetë të thjeshtë dhe të fuqishme. Toka nuk është e izoluar. Ne jemi pjesë e një universi dinamik, të paparashikueshëm, ndonjëherë të rrezikshëm. Dhe ndërsa shikojmë qiellin natën, duhet të pyesim veten: a jemi gati për kërcënimin që vjen nga hapësira? Sepse ndryshe nga shumë rreziqe të tjera,
asteroidët nuk negociojnë, ata thjesht vinë.